Jemi tani me kronikën e Hagës, ku në minutat me vijim ne I ka përthejmë gjitha zhvillimet në dhomat e specializuara të Kosovës, ku ka përfunduar gjykimin ndaj presidentit Tashim Thaçi, Kadri Veselit, Jakub Krasniqit dhe Recep Selimit, pra 4 së madhe të ish-udhëhecësve të shtetit dhe të ushtrisë qeverimtare të Kosovës, përderisa pritej një aktgjykim nga trupi gjykues me 19 maj, mirë po janë shtyer këto afate, kjo për shkak se kryetari I trupit gjykues Charles Smith ka dhënë disa arsye dhe këto arsye janë cilat të rina. Sipas tyre, gjithnjë janë çështjet. Prandaj e citova zotrin Smith, po. Pikërisht, është rasti voluminoz. E kemi përmendur sa herë tashmë edhe këtu te kronika e Hagës që gjykimi ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Recep Selimit dhe Jakub Krasniqit është rasti më I madh I dhomave të specializuara të Kosovës me selin e Hagë dhe janë dëgjuar qindra dëshmitar vetëm pra në gjykatore, por janë pranuar edhe dëshmi të tjera me shkrim. E dim se ka pasur 125 dëshmitar vetëm nga prokuroria, 2 nga mbrojtësi viktimave dhe 7 të thirrur nga mbrojtja e Hashim Thaçit, ndërkaq në total sipas Charles Smith janë administruar në prova dëshmitë e 270 dëshmitarëve, përfshirë edhe ata me shkrim, çka sipas tyre është një numër I madh për të shoshitur dëshmitë dhe deklarimet e secilit një nga një, duke pasur parasysh se trupi gjykues me kërkesë të palëve natyrisht nuk do t'i marrë dhe nuk do t'i lexoj apo ridëgjoj dëshmitë e dëshmitarëve vetëm në gjykatorën e Hagës, por do t'i krahasoj ato dëshmi edhe me ato deklarime paraprake që janë dhënë në zyrën e prokurorit të specializuar për shkak që shpesh herë ka pasur mospërputhje dhe kjo ka qenë disa herë edhe kërkesë e mbrojtjes. Përveç kësaj, Charles Smith thotë se janë administruar plot 5497 dokumente në prova dhe kur flasim për këto dokumente, besnik bëhet fjalë për një dokument që mund ta ketë një faqe dhe një dokument tjetër që mund të ketë 100 faqe, pra janë miliona faqe deri tash sikurse kanë treguar edhe kryembrojtësit e 4 të akuzuarve në këtë rast dhe po ashtu për shkak të fjalëve përfundimtare dhe paraqitjes së tyre gjatë seancave të shkurtit, tashmë është rritur edhe numri I faqeve që janë në transkript dhe nga 25.000, sa ka qenë rreth 25.865 në nëntor të vitit 2025, që ka qenë një shifër e përmendur në një dokument, tashmë trupi gjykues do të lexojë plot 29.238 faqe të transkriptit dhe kjo është arsyeja kryesore sepse Charles Smith, Janelle Metro dhe po ashtu Fergal Gaynor e Christoph Barthe janë 4 gjyqtarët në këtë panel gjykues, të cilët do të vendosin për rastin, e kanë shtyr të paktën deri në 20 korrik, por e kanë lënë mundësinë e hapur se ky rast, aktgjykimi për këtë rast mund të merrej edhe përtej 20 korrikut në rrethana të jashtëzakonshme. Pra, krejt varet prej ato që gjykata speciale I quajnë kuvendime të trupit gjykues. Pikërisht, pra, këto konsultime që I bëjnë me njëri tjetrin, po marr pjesë edhe gjyqtari rezerv, sepse kemi pasur përshtypjen që për shkak që nuk ka të drejtë vote nuk do të marrë pjesë, por edhe gjyqtari rezerv pra irlandezi Fergal Gaynor po marrë pjesë në këto diskutime dhe madje do ta shkruaj edhe një opinion për këtë rast, por vlen me patjetër që të